Ish zëvendës shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, James Kovy, të mërkurën në ditën e dytë të dëshmisë së tij në rastin e ish udhëheqësve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, është pyetur për raportet e UNMIK-ut me ushtrinë çlirimtare dhe për librin e tij të shkruar më 2005. Prokuroria Vega Jodicia e pyeti lidhur me një raportim në media ku thuaj se tha që ishte drejtues politik i ushtrisë dhe shqiptari më i njohur në Kosovë. Në këtë raportim që nuk u shfaq për publikun, thuhej se tha që u bëri thirrje për tolerancë qytetarëve të tubuar në Rahovec, por se ata nuk e përfillën. E dëshmitari tha se pajtohet me përshkrimin për Thaçin si drejtues politik. E di që njihej si drejtues politik. Më 17 ka ndodhur kjo? Kjo ka qenë 2 ditë pasi mbrim ne, nuk me kujtohet mirë. Prokuroria Jodice e ballafaqoi dëshmitarin edhe me librin e tij ku ka shkruar për Thaçin dhe Ibrahim Rugovën. Por dëshmitari foli vetëm për përshkrimin që ja ka bërë Thaçit si një prej personazheve kryesore të UÇK-s. Sidoqoftë, në fillim të viteve 90, disa nacionalistë shqiptar dhe drejtues studentor filluan të shihnin LDK-n si pjesë të regjimit serb dhe Rugovën si instrument të tij. Shumë prej këtyre, drejtues të studentëve të inatosur, përfshir Hashim Thaçin në moshë të re, më në fund u bën personazhet kryesore të UÇK-s. Për ta, fakti që Rugova u takua me Miloševićin para luftës konfirmonte rolin e tij si bashkëpunëtor. Këto kanë qenë fjalët tuaja në vitin 2005 apo jo? Që të jemi sakt, kur kam thënë janë bërë personazhe kryesore në UÇK, nuk kam përshkruar rolet e tyre. Prokuroria po ashtu e pyeti dëshmitarin për incidentet që përshkruhen në akt akuz, por ish diplomati tha se nuk i mban mend. Duke u distancuar pjesërisht nga libri i tij, Kovy tha se 20 vjet pas nuk është në gjendje të kujtojë se cilat janë burimet që i ka përdorur për shkrimin e tij. Kovy ka shërbyer në Kosovë më një herë pas luftës, kur shefi i misionit të UNMIK-ut ishte Bernard Kouchner.